dua të marr disa telefonata të shpejta. Edhe po, në fund me dalë me rezultat mirë deri tash vetëm Albulena Axhiu. Dim Albashën e marrëm si vot, po megjithatë nuk ishte aq e sinqert. Mirë. Alo. Alo, Po, nga telefonon zonjë. nga Prishtina, Më thuaj, të lutem. Teuta nga Prishtina. Zë Teuta, më thuaj, të lutem, kush duhet të jetë kryetari po. i ri i kuvendit? Ndëgjë, kjo është këto matematikat që janë bo veç tash. Kisha pas dëshirë ndoshta ma shumë prej opozitët të jetë ndonjë kryetar kuvendi. Arsyeja vetme është që ndoshta jo për përfitime, mirë po do të ishte më e kishte qetësu këtë situatë në kuvend me një qeveri me shumë deputet. Për Albulena Axhiun do të isha vetëm për një arsye. Po. Ti nështrohej rregullat edhe të riedukohej se si duhet të sillet me njerëz. Qoftë në gjuhë, qoftë në sjellje, qoftë në gjithçka, edhe në debat. Prandaj kjo deri tash, me këto sjellje, me këtë fjalor, kjo do të ishte ndoshta as në pozitë, jo po në opozit. Kështu kisha pas dëshirë opozitën ta shoh, sikurse Albulena Axhiu që është në pozit, për shkak kritikave që do duhej të ishte në opozit për të i jap. Prandaj, unë nuk jap asnjë, po më vjen keq, mirë po kjo ishte vetëm komenti im. Po më thuaj pak të një emër nga opozita. Cilin e sheh kryetar? Nga opozita, nuk jam feministe, pa marrë parasysh, mirë po unë e mendoj që duhet t'i plotësoj disa kushte, të jetë shumë njerëzor, të jetë komunikativ me secilin, edhe të jetë brenda rregullave të cilat janë të përcaktuara me ligj aty në kuvend. Kështu që unë ndoshta kisha qenë për Vlora Qitaku. Falenderoj shumë për telefonatën. Po. Një femën e cila me të vërtetë ka tregu veten. Si në fjalor, si në sjellje.